Zjarret mbeten padyshim një ndër armiqt më të mëdhenj të mjedisit, kryesisht në masivet pyjore, por do mi llogaritet akoma më i madh kur zjarret kanë prekur zonat turistike. I tillë është edhe zjarri që përfshiu vitin e kaluar masivin me pish në afërsitë të tunelit të madh të Shkopetit. Pasojat janë këto që shihni, të gjitha pemet e pishës së butë janë djegur, duke u kthyer në një njollë të zezë për zonën piktoreske të Shkopetit. Zjarri nisi nga rruga kryesore dhe përfshiu një sipërfaqe të konsiderueshme, duke dalë deri në afërsitë të Ulzës. U desh ndërhyrje e mjeteve ajrore për të neutralizuar në mënyrë që të shmangej një dëm sa më i madh. Për këtë u shoqëruan disa persona si të dyshuar për zjarrvendjen. Megjithatë, pasojat ishin të parikuperueshme pasi flakët shkrumbuan jo vetëm pishat, por edhe gjithë bimësinë në zonë. Problematika me zjarret në vendin tonë kryesisht në të gjithë qarkun Dibër çdo vit është shqetësuese, pasi përfshin djegjen e masiveve pyjore që nga shkurrët e dushqet e deri tek masivet halore, duke ndikuar drejt për drejt negativisht në ekosistemin mjedisor.